Radio Pendimi, edicioni I lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni: një ditë pa përfunduar afati për status të UÇK-s 47.000 veta. Sulmet nga raketat e Asadit shkaktojnë 141 viktima. Një ditë pa përfunduar afati për status të UÇK-s 47.000 veta. Më shumë se 47.000 kosovarë pretendojnë se kanë qenë ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës ose kanë ndihmuar këtë strukturë në forma të ndryshme. Kështu është konstatuar nga Komisioni Qeveritar për vlerësimin e statusit të veteranit të UÇK-s, ndërkaq të njëjtën përfundon afati I aplikimit. Kryetari I organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Muharrem Xhemaili, tha për Radio Kosovën se çdo kush që ka kontribuar në çlirimin e vendit ka të drejtë të aplikojë për statusin e ish ushtarit të UÇK-s. Ai tha se vetëm një ditë para përfundimit të afatit të aplikimit për njohjen e statusit të veteranit, dëshmorit, invalidit, pjesëtarit të UÇK-s dhe të internuarit të UÇK-s, gjithsej janë marrë 50.000 aplikacione, ndërkaq nëpër organizatat në gjithë vendin janë dorëzuar rreth 47.000 aplikacione, të cilat do të verifikohen nga Komisioni Qeveritar për këtë çështje. Sipas Xhemailit, kërkesa më e madhe ka qenë për njohjen e statusit të veteranit. Shqipëri, rëshqitje masive e tokës në Mallakastër përpin një lagje. Në fshatin Gracije të komunës Qendër në Mallakastër, si pasojë rëshqitjeve masive të dhejut janë shembur 11 banesa, ndërsa një lagje duket se është zhdukur brenda një nate. Mësohet se rëshqitjet kanë ndodhur gjatë natës, ku banorët alarmuar kanë braktisur shtëpit. Mëngjesi I ka gjetur në Rënoja, teksa përpiqeshin të shpëtonin çfarë të mundeshin nga orendit e shtëpive. Raportohet se nga rëshqitja masive e tokës janë plasaritur edhe shumë banesa të tjera të cilet rrezikojnë seriozisht shembjen. Situata bëhet edhe më alarmante, pasi si pasojë e rëshqitjeve të dhejut është shembur rruga e këtij fshatit, duke lënë të izoluar 400 banor. Fatmirësisht nga shembja nuk ka persona të lënduar, por gjendja në këtë fshat mbetet ende alarmante pasi shembjet vazhdojnë. Vërshime në Maqedoni. Në disa qytete në Maqedoni ka ndodhur vërshime si pasojë e rreshjeve të djeshme intensive të shiut. Nga rreshjet e shiut dhe vërshimet e lumit të Radovishit janë rënuar 2 ora në 2 vendbanime rurale që lidhin rrugën magjistrale Strumic-Shqip. Mbi 1500 banor të një fshati Zjavo kanë mbetur të ngojuar si pasojë e rreshjeve dhe vërshimeve, por edhe rënimi të urës që lidh rrugën e tyre me vendbanime tjera. Në një fshat tjetër, Oraovice të Radovishit, vërshime të rrëmbyeshme kanë mbartur edhe mjete të rënda, përfshirë edhe një makinë, ndërsa janë shkaktuar dëme të mëdha të mbjellave. Siri, sulmet nga raketat e Asadit shkaktojnë 141 viktima. Së paku 141 njerëz, gjysma prej tyre fëmijë, u vran kur ushtria e Asadit gjuajti 4 raketa në krahinën veriore të Alepos. Lajmi bëhet I ditur nga Human Rights Watch. Grupi për të drejtat ndërkombëtare tha se raketat kanë goditur zonat e banuara dhe I cilëson ato si përshkallëzim të sulmeve të paligjshme kundër popullsisë civile të Sirisë. Human Rights Watch tha se 71 fëmijë ishin në mesin e 141 njerëzve të vrarë. Alepo, qyteti më I madh I Sirisë, ka qenë skena e disa prej luftimeve më të rënda të luftës civile. Takohen Meshal dhe Kardavi, kërkohet unitet politik. Kryetari I dietarëve të botës muslimane Yusuf El Kardavi u bori thirrje grupeve palestineze për të krijuar konsenzus dhe të mos kenë ndarje mes vete. Takimi kreut politik të Hamasit Khaled Meshal me Yusuf El Kardavin u bë në kryeqytetin e Katarit Doha. El Kardavi u bori thirrje të gjitha grupeve palestineze për të krijuar një konsenzus. Në një deklarat me shkrim të lëshuar nga zyra El Kardavit, është thënë se Meshal dhe El Kardavi diskutuan zhvillimet e fundit në Palestinë dhe përpjekjet për një konsenzus ndërmjet grupeve politike palestineze. Në Moskë hapet kopshti islamik. Një kopsht I ri islamik u hap nga organizata lokale islamike Rahmat në Moskë të Rusisë. Kopshti është drejtuar në bazë të rregullave dhe mësimeve islamike. Parimet e islamit dhe leximi I ajeteve të Kuranit të shenjtë janë të udhëzuar nga ekspert fetar në qendër. Zyrtarët e organizatës islamike njoftuan se fëmijët në këtë çerdhe do të hanë ushqime të bëra me produkte halal.
Opozita siriane ndryshon vendimin, merr pjesë në konferencën në Rom. Grupi Ombrell për partitë opozitare siriane në kryesimin e Muaz al-Khatib ka ndryshuar vendimin për të bojkotuar një konferencë në Rom, e cila do të mbahet për të ndihmuar mbështetjen financiare dhe politike për opozitën. Walid al-Buni, zëvendësi i koalicionit kombëtar sirian, tha se ky veprim erdhi pas një telefonate mes liderit të grupit Muaz al-Khatib dhe sekretarit amerikan të shtetit John Kerry. Khatib tha në Facebook se po e nderon vendimin pasi Kerry premtoi ndihmë të veçantë për të lehtësuar vojtat e popullit tonë. Parashikimi i motit. Sipas të dhënave, koha në Prishtinë 6 gradë Celsius, vranësira dhe reshje shiu. Tirana ka 12 gradë Celsius me vranësira dhe diell, ndërsa Shkupi ka 8 gradë Celsius vranësira dhe diell. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 16. Deri takimet tona të radhës, mirëmbëjtje. Dielli mund të lindë nesër, por ti mund të mos zgjohesh. Prandaj pendohu sot, duke dëgjuar Radio Pendimi,